Best of Snonjeri titullohet ekspozita personale e Arben Islamit, ekspozit kjo e cila edhe pse përmban fotografi që kanë të bëjnë me stinën e dimrit, është hapur në pranverë. Edhe pse prej 60.000 fotografive të bëra, autori i ekspozitës ka vendosur që vetëm 80 prej tyre t'i ekspozojnë në Qendrën për Arte Bashkohore Stacion në Prishtinë. Kemi pas dëshirë që t'i përmbledhim gjitha fotografitë që kanë bërë gjatë këtij viti, pra kësaj sezone, edhe të sezonave tjera, pra Snonjeri ka fillu me aktivitete në Borë për vitit 2003-2004, edhe kemi pas dëshirë që me i përmbledh gjitha fotografitë në një vend, pra kemi vendosur që ky vit të jetë ai vit që ne do t'i eksponojmë fotografitë, edhe për shkak se janë bërë që 4-5 vjet prej ekzistimit ton, për atë shkak edhe kemi vendosur që në fund të sezonës 2007, mbasi aktivitetet në Borë janë përfundu, ta bëjmë këtë ekspozitë nëpërmjet fotografive edhe klipeve që po ishin mbrapa meje. Po, kjo ekspozitë është diçka më ndryshe nga ato që jemi mësuar, t'i shohim zakonisht shohim njerimin apo gjërat ndoshta të këqijat, po ti ke vendosur fotografi me Borën. Po, kështu një element që e kom vërejt të rinia ose të këta artistët të ri që mirën me fotografi është se e tregojnë më shumë njerimin në Kosovë, që une jam për ato, po kisha pas dëshirë që me tregu edhe anë pozitive të Kosovës që në të shumëta. Unë në këtë rast vetë jam njeri ma pozitiv edhe kom pas dëshirë që gjithë mi tregu anë të pozitive të çfarë do lloj ose çfarë do bukurie të Kosovës, që edhe me pas ndikim të njeriu që kur të shiqon të kënaqet. Këto bukuri që janë eksponu këtu janë të anës Brezovicës, pra malit e Sharit, dhe vetë fotografitë flasin se ne kemi shtigjet bukra dhe malet bukra në Kosovë. Po, këtu shohim se janë një grup i njerëzve të cilët marrin pjesë, më thonë, në këtë video projekt. A mund të na shpjegoni më tepër, me sa di nuk e qenë ti vetmi, kanë qenë edhe disa të huaj? Kështu, na kemi një numër të madhe të skiatorëve dhe të bordashësve që kanë marrë pjesë në për këto klipet që i kanë bërë këto 4 vitet e fundit, edhe pra na e bëjmë që atmosfera në shtigjet e takimit të jetë më e mirë, më interesante, për atë shkak edhe shihen edhe shumë njerëz, shumë skiatorë në këto klipe dhe fotografi. Arben Islami ka krijuar një email list me 4200 adresa për të informuar rreth rrisive në skim, sporteve në përgjithësi, përfshirë këtu edhe fotografitë e peizazheve malore. I pam edhe fotografitë që keni hapur përveç këtij videoprojektori, po në ato fotografitë shihen shumë pamje të mira dhe po ka edhe disa prej tyre që ndoshta keni rrezikuar jetën tuaj, por i keni bërë. Po, kam pas raste që të bëj fotografi edhe në vendet më të rrezikshme, si në rastin kur ka zonë Orteku në vitin 2006 në mars. Mirë, po këto janë tash fotografi dhe janë në thellë në memorien time. Unë e di krejt datat kur i kam bërë fotografitë, se në bazë të kohës, në bazë të borës, a ka pas shumë borë, aktivitetet e tjera, dhe pra mund të them se fotografitë mund të shihni edhe këtu në ekspozitë në që se vini të stacioni. Po prej 60.000 fotografive, me sa di që keni bërë gjatë kësaj periudhe, ju merreni që 15 vjet me fotografi, 80 prej tyre keni vendosur të ekspozoni. Çfarë përmbajnë ato tjerat, nëse mund ta dim? Kam gjithçka, pra fotografi që kam fillu xhamati, mirë po kohëve të fundit, si me thonë 5 vjet ose 6 vjet e fundit, prej se kam ble aparatet mira, pa ma profesionale, kom fillu që të dua fotografin shumë, natyrën, sidomos pjesë të Kosovës, edhe mundona që sa ma shumë të fotografoj gjërat interesante, pra kam fotografi me elemente sportive, natyrës, mandej, kam edhe mjerim, po jo në atë masi artistë tjerë, mirë po kisha pas dëshirë që edhe herën tjetër të bëj një ekspozit me motive tjera. Po, një jemi mësuar që shohim si trajneri i tenisit, po në këtë rast keni bërë, domethënë, me snowboard. Pse, a mendoni apo në të ardhmen të bëni me tenis diçka? Edhe pse normal dihet me snowboard është më atraktive?
Po është atraktive, unë e kom edhe me tenis, fotografi që janë dikur rreth 30% të gjithë fotografive që ka kom, besoj që edhe një ditë do të vi radha dhe ta bëj një ekspozitë me tenis. Ka fotografi interesante, do të shifen edhe në ekspozitën e ardhshme nëse bëhet. E veçantë i kësaj ekspozite ishte se në flajerat e ekspozitës nga vizitorët është kërkuar që me vete të bartin nga një element dimëror, si shall, kapel, syze apo çfarëdo qoftë tjetër që asocion në dimër.